Valët e Ungjillit përcjellin tek ju Prekja e Zotit. Një program i përjavshëm nga Dr. Charles Stanley. Ju i pranoni në të njëjtën mënyrë si kritikën, ashtu edhe lëvdatat. Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim nga Dr. Charles Stanley. Një bashkëpunëtor të ndërhyn lidhur me zgjedhjen tënde mbi veshjen. Një mik sfidon motivimin tuaj për një projekt të ri ungjillizimi. Bashkëshortja juaj shpreh mosaprovimin për sjelljen tuaj me komshinjt në një piknik. Shumë prej nesh i pranojmë këto komente me bezdi dhe reagojmë me një farë qefmetje. Herë të tjera edhe me zemërim. Por ti, si reagon në situata të ngjashme? Në programin e ditës së sotme, Dr. Stanley na mëson se si të trajtojmë kriticizmin dhe lëvdatat. Kur mësojmë të reagojmë në mënyrën e dur ndaj korrigjimit të tjerëve, mund të rritemi frymërisht. Dëgjoni se si e shpjegon këtë Dr. Stanley. Ju urojmë të gjithëve dëgjim të këndshëm të programit tonë. Si menaxhojmë ne kritikat? Të gjithë e bëjmë në mënyra të ndryshme. Disa herë mirë, disa herë keq. Ajo çfarë dëshiroj të theksoj dhe që mendoj se është shumë e rëndësishme është që në këtë mesazh nuk po flas nëse kriticizmi apo lëvdatat janë me vend ose jo. Nuk po flas për burimin e tyre, nëse është nga armiqt apo miqtë tuaj, nëse është legjitim ose jo, apo për formën me të cilën vjen. Shpesh vjen shumë ashpër nga dikush që dëshiron të na kritikojë dhe herë të tjera vjen në një mënyrë shumë të butë. Pra, sot nuk po merremi me asnjë nga këto. Ne po shikojmë vetëm reagimin ton, sjelljen ton, si në rastet e lëvdatave, ashtu edhe në rastet e kritikave. Nuk ka rëndësi se cili është burimi, nëse është i justifikuar ose jo, apo se si vjen. E rëndësishme është qëndrimi ynë ndaj tij. Bibla na flet shumë qartë për kriticizmin. Kështu që do t'ju kërkoja të më ndiqnit në Biblën tuaj dhe të lexojmë së bashku nga libri i fjalëve të urta. Fjalët e urta, kapitulli 10, vargu 17 thotë: Kush ruan mësimet është në rrugën e jetës, por kush nuk pranon kritikën, humb. Fjalët e urta, kapitulli 13, vargu 10 thotë: Nga krenaria rrjedhin vetëm grindjet, por dituria është me ata që u kushtojnë kujdes këshillave. Fjalët e urta, kapitulli 13, vargu 18, thot: Mjerimi dhe turpi do të vinë mbi atë që nuk pranon korrigjimin, por ai që dëgjon qortimin do të nderohet. Fjalët e urta, kapitulli 15, vargjet 31 deri në 32, thot: Veshi që e dëgjon kritikën e jetës ka për të qëndruar bashkë me të urtët. Kush nuk pranon qortimin e përçmon vetë shpirtin e tij, por ai që dëgjon qortimin bëhet më i urtë. Tek fjalët e urta thuhet: Ai që nxjerr të pafajshëm fajtorin dhe ai që dënon të drejtin janë që të dy të neveritshëm për Zotin. Fjalët e urta, kapitulli 19, vargu 20 thot: Dëgjo këshillën dhe prano mësimet që ti të bëhesh i urtë për kusurin e ditëve të tua. Fjalët e urta, kapitulli 23, vargu 12 thot: Kushtoja zemrën tënde mësimeve dhe veshët e tu fjalëve të diturisë. Fjalët e urta, kapitulli 24, vargu 10 thot: Po të mos kesh guxim ditën e fatkeqësisë, forca jote është shumë e pakët. Fjalët e urta, kapitulli 25, vargu 12 thot: Për një vesh të bindur, një urtë që qorton është si një vath i artë, një zbukurim pre ari të kulluar. Fjalët e urta, kapitulli 28, vargu 13 thot: Kush i fsheh shkelit e tij, nuk do të ketë mbarsi, por ai që i rrëfen dhe i braktis ato, ka për të fituar mëshirën. Fjalët e urta, kapitulli 29, vargu i parë thot:
njeriu që forcon qafën kur qortohet, do të thyet pa pritmas patjetër. Bibla na tregon shumë qartë se kritika sigurisht është një pjesë e vlefshme e jetës sonë. Pra duhet ta kemi të qartë se jo të gjitha kritikat janë të këqija. Libri Fjalëve të Urta na këshillon që t'i marrim në konsiderat kritikat, sepse prej tyre mund të përfitojmë madje shumë. Pse ndodh që nuk i përgjigjemi kritikave dhe lëvdatave në mënyrën e duhur? Mendoj se arsyeja e parë është kjo. Kur një person ka një pamje të vogël për veten, zakonisht ndihet i pavlefshëm, i lënduar emocionalisht ndoshta nga prindërit apo dikush tjetër, ndihet i pavlerësuar dhe i papranuar. Nëse një person ka një imazh të vogël për veten dhe ndihet se nuk matet dot me pritjet e tij, pritjet e Perëndis apo edhe të tjerëve, kur dikush e kritikon, e ka shumë të vështirë për ta pranuar kritikën, sepse zakonisht ata e marrin kritikën në mënyrë personale dhe mendojnë se po kritikojnë për karakterin e tyre, kur shpesh kritika ka të bëjë me metodën apo mënyrën e tyre të bërit të gjërave. Ndonjëherë mund të jetë diçka që kanë bërë dhe që meriton korrigjim, por ata nuk mund ta pranojnë. Kështu që zgjedhin të pranojnë kritikat si një kërcënim personal kundër karakterit të tyre. Shpesh personi që bën kritikën mund ta bëjë në mënyrë ndihmuese për t'i forcuar, për t'i ndihmuar që të ndryshojnë diçka në jetën e tyre, por ata nuk e përballojnë dot. Janë dëmtuar kaq shumë emocionalisht saqë çdo lloj forme kritike vjen tek ta si një shprehje refuzimi. Dhe kështu disa herë, një nga arsyet kryesore që një person nuk mund ta pranojë kritikën është sepse ka një pamje të varfër për veten. Arsyeja e dytë është se ata janë perfeksionistë në qëndrimin e tyre ndaj jetës. Tani, ajo që kuptoj me termin perfeksionizmin është jo që një person bëj çdo gjë në mënyrë të përsosur, por më tepër e skllavëron vetveten ndaj pritshmërisë ndaj vetes, një standard tepër i lartë, një standard që edhe vetë Perëndia nuk e pret prej tyre. Ata përpiqen të jetojnë kështu, por nuk munden. Prandaj përpjekja e tyre për të qenë të përsosur në çdo fushë nuk do t'i lejojnë vetes të bëjnë gabime dhe sigurisht nuk do të lejojnë në asnjë mënyrë ty apo të tjerët që t'i kritikojnë. E gjitha është për shkak të këtij standardi perfeksionist. Ata e kanë përcaktuar qëllimin, standardin dhe nuk mund t'ia lejojnë dot vetes që të dështojnë. Dhe nëse i akuzoni për mënyrën se si veprojnë, do të ndihen të kërcënuar personalisht. Një arsye tretë që njerëzit nuk mund ta pranojnë kritikën është thjesht krenaria. Kjo vjen sepse kanë një pamje aq të lartë për veten, saqë nuk mund të ndodhë të bëjnë gabime. Ata janë më të mirë. Kështu pra, kur ke këtë lloj qëndrimi arrogant, s'mund të pranosh ndonjë kritik, qoftë kjo e justifikuar ose e pa justifikuar. Ne të gjithë duhet të shikojmë tek vetja, të ekzaminojmë vetveten dhe të bëjmë pyetjen: a e di se si duhet të reagosh ndaj kritikave të tjerëve? Do më pëlqen t'ju sjell disa ide ose sugjerime që mendoj se mund t'ju ndihmojnë t'i përgjigjeni dhe të vlerësoni kritikat që ju bëjnë të tjerët. Por përpara se ta bëj këtë, më lejoni t'ju tregoj diçka për një moment. Çfarë ndodh në jetën e një personi kur nuk është në gjendje të përballojë kritikat e të tjerëve? E para, kjo kufizon potencialin e atij personi mendërisht, emocionalisht dhe frymërisht. Nëse nuk pranojmë që të na korrigjojë dikush, tregojmë mendje madhësi. Së dyti, çfarë ndodh me emocionet e këtij personi? Nëse një person nuk e pranon kritikën në emocionet e tij, nuk do të mund të rritet frymërisht. E dini, shumë njerëz nuk janë në gjendje të duan askënd. Ata nuk dinë të duan njeri. Përpiqen me të tyren, por përpiqen të duan duke dhënë këtë apo atë, apo duke u dhënë të tjerëve, por nuk dinë emocionalisht të bëhen një me dikë. Pse? Për shkak të frikës nga dështimi dhe kritika. Ata nuk mund t'ja lejojnë vetes të kritikojnë. Nëse ti dhe unë nuk mund të pranojmë kritikën, nuk do të mësojmë asnjëherë se si të duam dikë, për shkak se nuk ka njerëz të përsosur. Kështu pra, njerëzit e kufizojnë vetveten dhe me siguri kufizojnë edhe rritjen e tyre frymërore. Nëse do ta mendoni për një moment nga pikëvështrimi njerëzor, kur Perëndia na bind për mëkatin, kur fryma e shenjtë na godet me bindje, na qorton për veprimet dhe sjelljet tona. Fryma e shenjtë na thot: kjo nuk është e mirë, ka nevojë të ndryshojë,
nuk duhet të sillesh kështu. Ja pse njerëzit e kufizojnë vetveten. Një rezultat i dytë i paaftësisë për të pranuar qortimin është fakti se një person nuk do të zbulojë kurrë se kush është në të vërtetë. Derisa të jetë në gjendje të pranojë qortimin, ai nuk do ta di kurrë se kush është në të vërtetë. Atëherë çfarë bëjnë? E kufizojnë rritjen e tyre frymërore. Kufizojnë pamjen e tyre për veten. Asnjëri nga ne nuk e shikon veten në mënyrë se si e shohin të tjerët. Njerëzit e tjerë na shohin nga një distancë dhe mund të na gjykojnë në mënyrë më objektive. Prandaj ne kemi nevojë për qortime në fushat tona të jetës. Kjo s'do të thotë se duhet të jetë e ashpër. Nuk ka nevojë të jetë e egër. Mund të jetë e butë, por unë mendoj se të gjithë bijmë dakord për disa forma të kritikës, veçanërisht nëse është diçka që duhet ta ndryshojmë apo që ka nevojë të korrigjohet, diçka për të cilën jemi fajtor. E treta, kur një person nuk është në gjendje të pranojë kritikën, bën gabime. Gabime që shpesh herë kushtojnë shumë shtrenjtë. E gjitha kjo vetëm sepse nuk janë në gjendje të pranojnë faktin se dikush thotë, kjo nuk është e mençur, kjo nuk është mënyra e dur për ta trajtuar këtë situatë. Nuk duhet ta bësh këtë. Po të them, po vazhdove në këtë drejtim, do të përfundosh duke lënduar vetveten. Do të lëndosh të tjerët, po bën një gabim të tmerrshëm. Por ne kemi refuzuar qortimin dhe fajsuar të tjerët. Disa herë këto janë gabime shumë të shtrenjta. Të shtrenjta financiarisht, të shtrenjta për sa i përket marrëdhënieve tona me të tjerët. Dhe ndodh që për shkak se nuk mund të pranojnë kritikën, shumë njerëz humbasin biznesin, punën, miqësitë, familjen, pasi në një mënyrë apo në një tjetër nuk mundën të pranonin faktin se dikush mund të dinte diçka për të cilën ata kishin nevojë të dëshpëruar për ta ditur, por që sërish nuk mundën ta pranonin. Për ta, kjo është ndërrohet në një fakt pa mjaftueshmëri të vetvetes. Jam këtu për t'ju treguar se të gjithë ne kemi nevojë për dikë që të na tregojë diçka që ka nevojë të korrigjohet në jetën tonë. Kjo është bindja e frymës së shenjtë. Dhe shpesh fryma e shenjtë do të përdorë dikë, një person për të na treguar gjëra që ka nevojë të korrigjohen në jetën tonë. Ne shpesh duam që fryma e shenjtë të përdorë dikë që na do, që është i butë dhe që na ngushëllon. Por ndonjëherë nuk na pëlqen që ai përdor armiq tan. Dhe shpesh është armiku që na thot gjëra që Perëndia do t'i përdor për të na ndalur dhe bërë të mendojmë dhe vlerësojmë gjendjen tonë. E thënë thjesht dhe qartë, nëse një person nuk e pranon dot qortimin, qoftë ky justifikuar apo jo, me justifikimin që ka ardhur tek ata në formë kritike, e ashpër, e gërsisht apo shumë butësisht, do të përfundojë i lënduar dhe do të vuajë nga kjo. Në vend që ta pranojë kritikën, e kufizon vetveten në marrëdhëniet me të tjerët, në marrëdhëniet me punën, financat dhe në aspekte të tjera të jetës. Tani në lidhje me këtë, do t'ju pyes: cila është mënyra e duhur për t'ju përgjigjur kritikës? Si duhet i përgjigjemi kritikës pavarësisht nëse është e drejtë ose jo, pavarësisht se si dhe nga kush ka ardhur, pavarësisht se si mund të ndihemi për mënyrën se si na është bërë. Pyetja është: si duhet t'i përgjigjemi? Ka shumë gjëra të cilat dua thjesht t'i përmend dhe që ju duhet t'i konsideroni për veten tuaj dhe ndoshta mund t'i shkruani dhe më pas të pyesni veten, sepse në fund të fundit ky është qëllimi im. Pasi të keni dëgjuar këtë program, jeni të mençur mjaftueshëm për të ulur dhe të thoni: në rregull, që nga ky moment vendos të reagoj ndryshe ndaj qortimit dhe lëvdatave që më bëhen. Vendosni të mos reagoni ndaj qortimit me refuzim të menjëhershëm, duke u mbrojtur ose duke fajsuar dikë tjetër. Nuk është kjo mënyra se si qortimi kthehet në përfitim për ju. Nuk është kjo mënyra e duhur për të reaguar ndaj qortimit. Ju ndoshta mund të thoni: por ti nuk e di se çfarë më kanë thënë apo bër ata. Kjo në fakt nuk është më e rëndësishme. Përgjigjja e parë nuk duhet të jetë refuzimi i menjëhershëm, fajsimi dhe mbrojtja e vetvetes. Por çfarë? Kur dikush ju qorton, edhe nëse është veçanërisht i dhimbshëm, bëjeni vetes këtë pyetje: a mund të jetë e vërtet kjo për mua? Më dëgjoni me kujdes. Nëse ju dhe unë duam të rritemi frymërisht, duhet të kemi një zemër të gatshme për të mësuar. Një cilësi absolutisht thelbësore, një karakteristikë shumë e rëndësishme që duhet të gjendet në ne, është të jemi të mësueshëm. Kjo do të thotë që të jesh gati të thuash: po, mund ta kem gabim, ose a kam nevojë të ekzaminoj disa fusha të jetës sime në këtë moment? Çfarë është duke u përpjekur të më thotë ky person? Tani, e katërta gjë që vjen për të ndriçuar këtë pikë është pyetja:
apo më thot Perëndia diçka për jetën time, në këtë mënyrë ju po hapni zemrën tuaj pa e refuzuar qortimin, po përpiqeni të vlerësoni sjelljen dhe motivet e tyre. Por çështja e vërtetë është, o Zot, apo përpiqesh të më thuash diçka? A duhet ta konsideroj këtë? A ka diçka për mua të cilën kam nevojë ta konsideroj? Apo përpiqet Zoti të më thotë diçka të cilën nuk kam mundur ta kuptoj më parë? Gjithashtu mendoj se është interesante nëse mund të dalloni dhuratën frymërore tek një person që ju qorton. Për shembull, nëse rregulloj diçka dhe dikush më thotë, "A di ta bësh këtë?" Kjo nuk është tamam si duhet të jetë, ose të thonë, "Kjo nuk ishte organizuar dhe aq mirë." Pyetja ime e parë do të ishte, cila është dhurata e tyre? Nëse ky person ka dhuratën e organizimit, natyrshëm do ta kishte kuptuar se mund ta kisha bërë edhe më mirë. Le të marrim një shembull. Ja ku kemi një njeri që është në nevojë dhe unë them, "E di, unë e kam ndihmuar një herë më parë dhe s'dua ta bëj më." Një person me dhuratën e shërbimit do të thoshte, "Tani prit një minutë. Këtu është dikush në nevojë dhe ju po thoni se nuk do ta ndihmoni?" Ne të gjithë u përgjigjemi me vetëdije ose jo rrethanave të jetës dhe dhurata jonë frymërore ndikon në mënyrën tonë të reaguarit. Nëse lavdërojmë dikë, kjo vjen nga dhurata frymërore që është në ne. Nëse qortojmë dikë, jemi ndikuar po nga kjo për shkak të dhuratave që na ka dhënë Perëndia, dhe ato janë motivet e vërteta për gjërat që themi apo bëjmë. Kështu pra, nëse dëshiroj të përgjigjem kritikës në një mënyrë të përfitueshme, duhet të bëj pyetjen: cila është dhurata e tyre? Cili është motivi që i shtyu të veprojnë kështu? Tani, ju mund të doni të reagoni nëse vinë me një kritik të vërtetë tek ju. E kam fjalën shumë egërsisht dhe mund të doni të reagoni pas asaj që ju thanë, "Faleminderit dhe e vlerësoj atë që më thatë dhe me siguri që do ta kem parasysh." A ka ndonjë gjë tjetër që do të doni të më tregoni? Në këtë mënyrë, ju keni hapur derën plotësisht dhe keni thënë, "Faleminderit shumë. Mbase keni prekur diçka që se kisha parë kurrë më parë në jetën time dhe jam i gatshëm ta konsideroj." Mund të jetë e ashpër apo lënduese. Motivi i tyre mund të jetë më se i keq, por nëse thua "Faleminderit shumë, e vlerësoj që e ndave me mua dhe dua që ta dish se do ta kem parasysh", ti nuk po thua se duhet të ndryshosh patjetër. As që ata kanë absolutisht të drejtë. Mund të jetë diçka qesharake, por duke u thënë "Faleminderit shumë, e vlerësoj dhe dëshiroj ta marr në konsiderat", mund ta konsideroj për 5 minuta apo 5 javë, por do ta bëj dhe a ke ndonjë gjë tjetër që të më thuash? E mbyll diskutimin. Me fjalë të tjera, ata nuk do të dinë se si të reagojnë nëse ju thua "A ka ndonjë gjë tjetër?" Kjo do t'i lërë pa fjalë, për shkak se sjellja e tyre ishte e gabuar. Mënyra se si ta bën kritikën ishte brutale. Përgjigja do t'i ndryshojë mendimin që kanë për ju, duke thënë, "E dini, këta njerëz janë vërtet të hapur. Sigurisht që nuk e prisnin që t'u thonin, a keni ndonjë gjë tjetër për të më thënë?" Ju duhet ta përballoni kritikën duke thënë, "Faleminderit shumë, e vlerësoj që ma thatë dhe do ta kem parasysh." A ka ndonjë gjë tjetër? Me pak fjalë, po i thoni këtij personi se dëshironi të rriteni dhe të korrigjoni gjërat që s'janë në rregull në jetën tuaj. Unë dua të jem ai që Perëndia dëshiron të jem dhe për këtë arsye jam sigurisht i gatshëm të konsideroj çdo gjë që ndave me mua. Kur përgjigjeni në këtë mënyrë, bëheni një dëshmitar për të tjerët. Në rast se dikush ju kritikon në sy të tjerëve, në punë ose në shtëpinë tuaj, në sy të fëmijëve ose bashkëshortit, dhe ju përgjigjeni në këtë mënyrë, "E vlerësoj shumë çfarë më tha dhe dua që ta dish se do ta kem në konsiderat", ti po jep një dëshmi të jashtëzakonshme të marrëdhënies tënde me Zotin. Ti po thua se për ty është shumë më tepër e rëndësishme të rritesh në marrëdhënie me Perëndin se sa të mbrosh veten. Je më i kujdesshëm për marrëdhënien tënde me Zotin se sa të luftosh që të dalë e jotja. Është një dëshmi e jashtëzakonshme të mos refuzosh kritikën, të mos fajsosh të tjerë apo të mbrosh vetveten, por thjesht thua, "Faleminderit shumë, ju siguroj se e vlerësoj dhe do ta shikoj këtë kritikë si një mundësi për rritjen time frymërore." Për shkak se e shikoj kritikën si një mundësi për të rritur frymërisht, si një mundësi për t'i dëshmuar dikujt, mendoj se ju do të zbuloni se mënyra se si trajtojmë kritikën është një matës i mirë që tregon se ku jemi në ecjen tonë frymërore. Dhe kështu, kur mendoj për të gjitha mënyrat se si duhet të reaguar ndaj kritikës, dhe disa herë mund të jetë vetëm "Ke plotësisht të drejtë, të kërkoj falje, dua të më falësh",
dhe do të përpiqem të bëj më të mirën që një gjë e tillë të mos ndodhë më. Kjo mund të jetë një nga mënyrat për t'ju përgjigjur kritikave. Por gjithsesi mbani mend, ne nuk reagojmë menjëherë duke u mbrojtur dhe parë për të fajsuar dikë tjetër. Thjesht ne themi, faleminderit shumë, e vlerësoj çfarë më tregove dhe dua që ta dini se do ta kem parasysh. Ka ndonjë gjë tjetër në jetën time me të cilën duhet të punoj? Ose nëse është diçka e qartë dhe ju e dini që ata që ju a thanë i kanë rënë në kokë, thjesht thoni, dëshiroj të kërkoj të falur. Ke absolutisht të drejtë dhe unë do të merrem me këtë gjë. Një person që jeton çdo ditë duke kërkuar pranimin dhe lavdërimin e të tjerëve, nuk ka gëzim në këtë mënyrë jetese për shkak se është i varur nga opinioni i të tjerëve. Perëndia nuk kishte si qëllim që ne të jetonim sipas opinionit të tjerëve, por sipas asaj që ai do që ne të bëjmë. Prandaj ne duhet të merremi seriozisht me kritikat, ashtu si duhet merremi edhe me lëvdatat. Ju duhet të vendosni që ta bëni këtë. Ne s'mund të jetojmë vetëm për të bërë qefin të gjithëve, gjithmonë në çdo kohë. Për shkak se munde sot, nuk do të thotë se do të mundesh edhe nesër. Ata të duan sot, por nesër nuk do të duan më dhe do të kritikojmë për diçka. Kështu pra, ne duhet të vendosim se si të merremi në jetë me këtë aspekt. Duhet të merremi me kriticizmin duke thënë, faleminderit shumë, ju kishit të drejtë, sigurisht që dëshiroj të punoj me këtë gjë në jetën time. Dhe më pas, çfarë keni për të më thënë tjetër? Se të gjithë jemi të papërsosur, të gjithë bëjmë shumë gabime, të gjithë mëkatojmë, të gjithë jemi gjëra që na lëndojnë, bëjmë gjëra që të tjerët si kuptojnë. Në fakt, edhe ata na bëjnë të njëjtat gjëra ne. Edhe kështu, në vend që ta lëmë të bëhet një pikë debati, thjesht pranojmë se nuk jemi të përsosur, bëjmë gabime, themi gjëra që nuk duhet i kishim thënë, nuk themi ato që duhet i themi, neglizhojmë gjëra që nuk duhet i neglizhojmë, e kështu me radhë. Prandaj, imazhi ynë për veten nuk reflektohet në pranimin e të tjerëve, por në marrëdhënien tonë me Jezus Krishtin. Për këtë arsye, është shumë e rëndësishme që ta trajtojmë kritikën në një mënyrë të zgjuar dhe të perëndishme. Është e vështirë të dëgjosh kur të thonë se e ke gabim. Krenaria na shtyn gjithmonë që të mbrojmë vetveten. Nëse e mundim këtë reagim të menjëhershëm dhe dëgjojmë mënyrën që na përshkroi Dr. Stanley sot, do të pranojmë përballjen me kritikën si një vegël për rritjen tonë frymërore. Kur bëheni i krishterë, jeta juaj transformohet nga fryma e shenjtë. Por disa herë kemi tendencën që të tërhiqemi për nga zakonet dhe qëndrimet tona të shkuara. Tek Efezianët kapitulli 5, vargjet 15 deri 20, na kërkohet i kushtojmë vëmendje sjelljes tonë. Vargu 15 nis me një paralajmërim. Aty thuhet: Kujdesuni pra që të ecni me kujdes dhe jo si të marrët, por si të mençurit, duke shfrytzuar kohën, sepse ditët janë të mbrapshta. Prandaj mos u bëni të pakujdesshëm, por kuptoni cili është vullneti i Zotit. Mos u deni me verë në të cilën ka shthurje, por mbushuni me frymën e shenjtë, duke i folur njëri tjetrit me psalme, himne dhe këngë frymërore, duke kënduar dhe duke lavdëruar Zotin me zemrën tuaj, duke e falenderuar vazhdimisht për çdo gjë Perëndin dhe Atin, në emër të Zotit ton Jezu Krisht. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që ju mund të na shkruani në adresën Valët e Ungjillit, kutia postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valëteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim. Ndoqët programin Prekja e Zotit. një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.